Për shkak të mërtajes në Shqipëri, Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë në Kosovë ka lëshuar një thirrje për të gjithë fermerët mbajtës të deleve dhe dhive, veçanërisht ata që ndodhen në zonat kufitare me Shqipërinë. AUV-ja kërkon nga fermerët që të jenë zakonisht të kujdesshëm, të monitorojnë gjendjen e kafshëve dhe të raportojnë menjëherë çdo dyshim të veterinarit lokal. Zëdhënësi i AUV Selamir Thaçi tregon se si qëndron situata aktualisht. Qysh në ditën e parë të shpërthimit të smundjes në Shqipëri, konfirmimit rasteve të para, ne menjëherë kemi nxjerrë masën e ndalë, fillimisht për zonën e Shkodrës dhe të Kukësit, dhe pastaj duke parë përhapjen e smundjes, përhapjen e shpejtë, ne masën e dytë kemi vendosur ndalesë importi për gjithë territorin e Shqipërisë, sepse edhe vetë shteti shqiptar ka vendosur masa kufizuese të lëvizjes së kafshëve, dhe nga vlerësimi i ekspertëve të shëndetit kafshëve brenda agjencisë është parë nevojshme që përveç masave kufizuese të ndalesës të njoftohen edhe gjithë fermerët mbajtës të deleve dhe dhive, sidomos ata të brezit kufitar me Shqipërinë. Thaçi mes tjerash tregoi se a do të ketë mbështetje apo subvencion për fermerët në këtë proces. Bashkëpunimi i fermerëve është obligim ligjor, çfarë do mos bashkëpunimi bie ndesh me ligjet e aplikueshme në Kosovë dhe pasojat do t'i bartin vetë, sepse këto njoftime, këto rekomandime që janë dhënë janë kryekupot në të mirë të fermerëve dhe në ruajtje të shëndetit të tufave të tyre dhe sidomos ekonomisë të tyre familjare dhe ekonomisë shtetërore. Kështu që bashkëpunimi është i obliguar. Zëdhënësi Thaçi foli edhe për masat që do të ndërmarrin ata. Pavarësisht nga zhvillimet që mund të ketë përhapja e smundjes, apo eventualisht rastet që mund të jenë të dyshuara, ne gjithmonë konform ligjeve në fuqi do të ndërmarrim veprime për të penguar në radhë parë infektimin e fermave, pastaj nëse kemi raste të cilat mund të jenë të dyshimta, gjithmonë hapa do të jenë konform procedurave dhe masave të përgjithshme veterinare për të parandaluar përhapjen. Zbatimi i këtyre masave është thelbësore për mbrojtjen e tufave e të fermerëve dhe parandalimin e përhapjes së sëmundjes në Kosovë, tha mes tjerash zëdhënësi Thaçi.